Habit mjeku, vetëm 5 kokra qershi para gjumit do trajtoni këto probleme shëndetësore. Qershit janë padyshim super ushqimi i stinës së verës. Të buta, plot me lëng, mund të jenë të ëmbla ose të afta, por gjithashtu kanë një shije të mrekullueshme. Vetëm një tas me qershi do të ofrojë 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A dhe C. Konsumi i këtij fruti të vogël plot me shije i dhuron trupit tuaj antioksidant, të cilët do të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe mbipeshës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Krahas këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin edhe në drejtime të tjera. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të listojmë disa nga vlerat e jashtëzakonshme ushqyese që mund të përfitoni nga konsumi i qershive në përditshmërinë e dietës suaj. Ato kanë ndikime pozitive në shëndetin tuaj të kockave. Qershit janë një burim i madh i antioksidantëve, për këtë arsye, ato ndihmojnë në rigjenerimin e shëndetit të kockave. Mjekët e lidhin atë me reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu, qershit përmbajnë edhe antiinflamator, të cilët ndikojnë në përmirësimin e shëndetit dhe presionit të ulët të gjakut. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në reduktimin e luhatjeve të papritura të sheqerit në trup. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë zgjidhja e duhur për të qëndruar të shëndetshëm. Ato gjithashtu janë frutat me ngjyrë të kuqe, që ndikojnë pozitivisht në rregullimin e presionit të gjakut. Antioksidantët, sipas mjekëve, rriten me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe duke përmirësuar ndjeshëm organizmin tuaj. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin e mirë të zemrës. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë riskun e prekjes nga ataku në zemër. Qershit ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke i dhuruar trupit një shëndet më të mirë. Qershit ndihmojnë gjithashtu kundër sëmundjeve të dëmshme. Një dietë sa më e pasur me qershi mund të ulë riskun e prekjes nga sëmundjet të dëmshme. Duke qenë të pasura me fibra, ato do të promovojnë tretjen e mirë dhe do të ulin gjithashtu riskun e prekjes nga problemet e zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e afta, të cilat përmbajnë disa enzima, ndihmojnë trupin në luftën kundër radikaleve të lira. Qershit do të ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e memorjes. Qershit janë një burim i mirë i antioksianinës, që do të thotë një shëndet më i mirë i memorjes suaj. Ky frut ka ndikime të shijshme në shëndetin e trurit dhe përmirëson funksionet e tij, duke përmirësuar kështu memorien tuaj ndër vite. Qershit janë pozitive për kujtesën tuaj. Konsumi një tas me qershi në mbrëmje do të përmirësonte cilësinë tuaj të gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe në ciklin e gjumit të njeriu. Kjo pasi ato janë një nga burimet më të pasura me antioksidant, një enzim që ndihmon qetësimin e sistemit tuaj dhe të organizmit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Shtimi i qershive në vaktet tuaja ditore do të përkthehet edhe në një mbrojtje më të mirë për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi i qershive në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni trupit edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, qoftë në formën e lëngut ose edhe ashtu siç janë, qershit kanë ndikimet e tyre pozitive në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Qershit kanë ndikime pozitive për shëndetin tuaj të zemrës. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës. Janë një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, gjithashtu manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës,
dhe është komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjit e trupit që të rregullojnë në kështu punën e zemrës dhe presionit të gjakut. Qershit kanë veprime të mira anti-inflamatore. Në sajt e efekteve të tyre anti-inflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleate të mira kundër dhimbjeve në kyçe. Të pasura me antioksidant, këto fruta parandalojnë oksidimin e qelizave që i shoqëron procesi inflamator, kështu që rekomandohen edhe për njerëzit të cilët do vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe problemet e artritit. Sipas ekspertëve, të paktën 20 kokra qershi në ditë janë më se të mira për t'u përfshirë vazhdimisht në dietat tuaja ditore, kjo fal elementeve të tyre ushqyes që mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën dhe gjithashtu për të përmirësuar organizmin tuaj. Ato stimulojnë edhe sistemin tuaj tretës. Përveç acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë gjithashtu edhe punën e lukthit, zorrëve dhe punën e mirë të pankreasit, dhe në këtë mënyrë ato stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë edhe sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut, duke aktivizuar mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë kariesin dhe problemet e mishrave të dhëmbëve, siç është parodontoza. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat dhe kanalet urinare sepse është një diuretik i shkëlqyer, i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat bakteriologjike të qershit pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe kështu mund të parandalojnë krijimin e kariesit dhe problemeve tuaja dentare. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën, edhe në luftën kundër rrullave dhe plagjes së parakohshme të lëkurës. Qershit i rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe ata që duan të kenë një lëkurë më të bukur. Kjo sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antioциanin, të cilat forcojnë indet tuaja lidhse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat dëmtuese, të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe gjithashtu më të rrullur. Qershit janë të pasura edhe me një shërues natyral për celulitin, sepse mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e krijimit të tij. Qershit do të ofrojë një disponim më të mirë për shëndetin. Qershit përmbajnë gjithashtu edhe një përzgjedhje të mirë ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ato përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin tuaj nervor dhe kështu ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të ndryshme të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët e Universitetit të Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon te gjumi. Ullumtimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë, pasi për 2 javë çdo ditë kanë pirë gjithashtu 2 gota me lëng qershie. Qershit janë të mira edhe në reduktimin e peshës së tepër trupore. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori të ulët. Në 100 gram qershi do të gjeni 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer nëse doni të keni një dietë të shëndetshme. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit do të ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrave dhe pektinës, këto fruta do të ndikojnë edhe te humbja e peshës. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë kalium, kanë pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit të tepërt. Kështu këto fruta krijojnë edhe ndjesinë e ngopjes. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë gjithashtu edhe element ushqyes për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ullumtuesit e Universitetit të Michiganit thonë se antioциanina që gjendet te qershit e errta mund të zvogëlojnë sasinë e yndyrës së barkut dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në reduktimin e kolesterolit të keq në organizmin tuaj. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, dhe si të tilla ato mund të ndikojnë në shumë aspekte të organizmit. Konsumi i tyre në mundësinë e duhur ditore mund të jetë përzgjedhja më e mirë për të nisur ditën dhe për të evituar kështu komplikacionet të organizmit.
ndaj mos nguroni që qershit t'i keni pjesë të pandara të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.